Panislamizmi si t'i qasemi. Bota muslimane pas shekullit 17 ka qenë në ndikimin e vendeve europiane, në atë kohë në ngritje e sipër. Botën muslimane, sidomos Osmanlind, e kishte përfshirë dobësia dhe përçarjet e brendshme. Autoritetet lokale çdo ditë më shumë pavarësoheshin, madje në raste të caktuara edhe tërësisht duke u ndarë. Këtu duke shtuar dhe shtrirjen e Rusisë në viset kaukaziane dhe të Azisë qendrore. Kjo gjendje vështrisohet edhe më shumë në gjysmën e dytë të shekullit 19, ku Osmanlitë shtyhen nga Ballkani dhe gjithashtu Napoleon Bonaparte befasisht deporton në Egjipt në vitin 1789. As në Qilli Indus musliman, perandoria muslimane e moduleve nuk ishte e qetë, sepse ushtria angleze pak nga pak merr pushtetin e muslimanëve në shumicën e gadishullit Indus. Gjendja më e mirë nuk ishte as në Indonezi, ku holandezët forcojnë dominimin e tyre. Më 1830 Franca pushton Algjerin, kurse më 1881 edhe Tunizin. Franca solli dhe kolon francez në këto troje. Më 1882 Britania e Madhe pushton Egjiptin, kurse më 1898 forcat anglo-egjiptiane e pushtuan edhe Sudanin. Spanja pushtoi Marokun më 1892. Rusia në këtë kohë e shtriu pushtimin dhe në Hiva dhe Buhar. Përçarjet e brendshme muslimane dhe ndikimi i jashtëm bën që në këtë hapësirë të kemi 3 shtete ndërkombëtarisht të njohura: Perandoria Osmane, Persia dhe Afganistani. Vendet tjera kishin status tjetër, të protektoratit, territoreve të aneksuara apo të kolonive. Në këtë periudhë muslimanët u gjetën në situatë tjetër fare me botën kristiane sepse ajo dominonte. Kjo e befasoi botën muslimane, sepse nga vetkënaqësia ata menduan se sukseset e tyre janë të natyrshme dhe korrekte, dhe rezultati i bindjes së tyre korrekte. Këto humbje të njëpasnjëshme e sollën në pikë pyetjen bindjen vetjake për superioritetin e muslimanëve dhe nevojën për verifikim të trashëgimisë. Në këtë aspekt kemi paraqitjen e disa lëvizjeve gjatë shekullit 18 e 19, me synim të reformimit të shoqërisë. Këto lëvizje autori i mirënjohur musliman Fazlur Rahmani i quajnë lëvizje reformiste paramoderne. Kemi disa lëvizje të tilla, si kur ai Mehdist në Nigeri dhe në Sudan, Senusit në Libi, Idrisit në Maghreb, Vehabist në Arabi dhe disa në Indi e përreth. Të gjitha këto lëvizje janë reflektimi i gjendjes së pranishme, pakënaqësia me gjendjen aktuale dhe ofrimi i modelit shembull, duke këmbëngul në periudhën e ashabëve dhe 3 brezëve vijues dhe duke mohuar vlerat dhe interpretimet historike. Këto karakteristika të këtyre lëvizjeve bën që kritikët këto lëvizje ta quajnë kryesisht puritane, sepse karakterit të praktikës së tyre dhe fundamentaliste, sipas karakterit të ideologjisë së tyre. Kjo lëvizje refuzon interpretimet gjatë shekujve dhe kërkon në leximin e drejtë për drejtë të Kuranit dhe Hadithit. Çështjet eskatologjike nuk i theksojnë, për dallim prej temave ekonomike, sociale dhe morale. Për dallim prej lëvizjeve paramoderne, lëvizjet e reformiste moderne lidhet për disa personalitete gjatë shekullit 19 dhe 20. 2 figurat kryesore janë Gjemaluddin Afganiu dhe Muhammed Abduhu. Nëse grupet paramoderne këmbëngulnin në kopimin e thatë të brezave të parë, restaurimin e të kaluarës, reformatorët modern kanë instaluar riinterpretimin e burimeve të mësimit islam, përkatësisht qytet-shteti i Medinës duke të bëhet ideal, e jo model i reformave muslimane. Përkufizimi i shprehjes panislamizëm. Varësisht nga pozicioni, i kemi dhe përkufizimet e termit panislamizëm. Disa këtë term do ta trajtojnë në kontekst negativ, të shëmtuar dhe armiqësor, kurse disa do ta trajtojnë në kontekstin real pozitiv, apologetik dhe mundësi reale të kohës. Prandaj ky term nuk është risi te muslimanët.
por vetëm një reagim, një apologji kundrejt panismëve të tjera, si pan-gjermanizmi, pan-slavizmi, pan-amerikanizmi e të tjerë. Fjalori i Oxfordit shprehjen panislamizëm do ta përkufizoj si ideologji e cila apelon për solidaritet sociopolitik për të gjithë muslimanët. Si koncept religjioz, ai ka ekzistuar qysh nga ditët e para të Islamit. Si një dukuri politike moderne shfaqet mes vitin e 1860-1870, në kulmin e kolonializimit evropian, kur intelektualët turq filluan të diskutojnë dhe të shkruajnë rreth tij, si rrugë se si të ruhet perandoria osmane nga coptimi. Autori Milan Vujaklia pohon se shprehja panislamizëm përbëhet prej dy fjalëve, pan në greqisht dhe islam arab, dhe është lëvizje politike religjioze, e cila ka për qëllim bashkimin e të gjithë muhamedanëve, sidomos unifikimin e sunitëve dhe shiitëve, me qëllim të forcimit dhe përhapjes së islamit dhe me qëllim të mbrojtjes nga çdo gjë që është drejtuar në dobësimin e shteteve islame. Filozofi Ekrem Murtezaj shprehjen pan-islamizëm e përkufizon si islamizmi i gjithëmbarshëm, lëvizje fetare politike dhe ideore, e cila zëfill në gjysmën e dytë të shekullit 19. Para së gjithash në vendet e banuara me musliman dhe qëllimi i së cilës ishte uniteti, homogenizmi i popujve, vendeve dhe shteteve islamike, përkatësisht formimi i një bloku botëror islamik. Edhe sociologu Ali Pajaziti e përkufizon shprehjen panislamizëm për të pohuar se është lëvizje politike që mbron unitetin e muslimanëve në një shtet islamik ose në mbrellën e kalifatit, pra bashkimin dhe pavarësinë e muslimanëve pa marrë parasysh përkatësinë racore, etnike të tyre. Edhe ky autor burimet i kësaj lëvizje i sheh në kohën e tyre, në kohën e Muhamedit alayhis salam, për të ringjallur këto ide në shekullin 19 Xhamaluddin Afganiu. Juristi dhe orientalisti amerikan David Bonderman, duke folur për reformistët e ndryshëm, pohon se panislamistët janë ata të cilët flasin për rimëkëmbjen e sheriatit nëpërmjet ijtihadit në suaza të bashkësisë univerzale muslimane, dhe të cilët dallohen prej paraprakëve kryesisht me pikpamjen dhe metodën e përgjithshme. Duke analizuar këto dhe mendime të tjera, mund të përfundojmë se panislamizmi është pikpamje dhe lëvizje fetare, politike e kulturore, e cila zuri fill në gjysmën e dytë të shekullit 19, me Xhamaluddin Afganiun dhe Muhammed Abduhun, dhe paraqet lëvizje shumë më serioze se sa pan-arabizmi. Ideja kryesore e tyre ishte angazhimi për mbi urrejtjen e muslimanëve në botë dhe vetëdijësimi i tyre për të islamizuar jetën dhe veprën e tyre. Në mesin e sultanëve turq, ide, por edhe veprime panislamike kishte Abdul Hamidi i dytë. Masat panislamiste të Abdul Hamidit të dytë në botë, por edhe të shqiptarët, shihen si veprime konservatore, reaksionare dhe anti-revolucionare. Mirë po koha dëshmon se ai kishte të drejtë kundrejt rrymave të ndryshme anti-islame të gjonturgjve dhe lëvizjeve tjera shekulariste laiciste. Formimi i panislamizmit dhe protagonistët e tij kryesor. Historiku i termit panislamizëm është diku në gjysmën e dytë të shekullit 19. Mendohet se për herë të parë në qarqet akademike, këtë shprehje e përdori Franz von Werner, i njohur më tepër sipas pseudonimit Murad Efendi, në gjuhën gjermane dhe turkologu Arminius Vamberi, në gjuhën angleze, në vitin 1877. Rol me rëndësi në popularizmin e kësaj shprehje ka edhe gazetari francez Gabriel Carmes, i cili më 1880 shkroi një varg shkrimësh për panislamizmin. Pas këtyre kjo shprehje gjeti hapësirë dhe në vende tjera edhe nga autorët të tjerë që vinin.
Këtë shprehje më tepër e përdorën europianët për lëvizjet muslimane me frymë politike, shpirtërore e islame, sesa vetë muslimanët, kurse si pandan pan-europianizmit, pan-gjermanizmit, pan-slavizmit dhe organizime të ngjashme të kohës së tyre. Fillet e para të muslimanët kjo shprehje, sipas shkencëtarëve, lidhet me gazetën stambolliane Hurriyet nga 9 nëntor 1868, kur u përdor tokë fjalëshi Ittihadi Islam apo Uniteti Islam, që është ekuivalenti i shprehjes pan-islamizm. Kjo lëvizje angazhohej për modernizimin e perandorisë osmane, reformën në ushtri, futjen e parlamentarizmit, të ekonomisë, legjislacionit, në mënyrë që ta shpëtojë apo pengojë shpartallimin e saj. Panislamizmi si tokë fjalësh në gjuhën arabe u përdor për herë të parë në gazetën e famshme El Urwatul Wuthqa, Nyja pashkëputshme, në vitin 1884 nga Xhemaluddin Afganiu dhe Mohammed Abduhu, themelues dhe redaktues të gazetës dhe dy figurat qendrore të kësaj kohe në botën muslimane. Historikisht kjo lëvizje u formua pas marrëveshjes osmane-ruse në Kuçuk, Kainarxhi më 1774, kur sultanit, pas tërheqjes së turqëve, ju dha juridiksion dhe mbi besimtarët jashtë kufive të tyre, sikur carit rus ju dha juridiksion për të krishterët brenda kufirit osman. Pas kësaj kohe, me ardhjen në pushtet të sultan Abdulhamidit të dytë, panislamizmi u bë ideologji zyrtare e shtetit osman. Para kësaj date dhe pas vitit 1908, kjo tendencë u rrëgjua vetëm në fushën religjioze, sepse nuk gëzonte për krahjen e strukturave shtetërore.